Rruga Tetov-Prizren ende në fazë projektimi. Pavarësisht se në Kosovë muaj më parë filloi hapja e trases me makineri në teren, te ne projekti ende po mbetet në përzyra. Zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri thotë se janë ndarë 2 milion euro për projektimin e rrugës Tetov-Prizren dhe se pas kësaj pritet që të fillohet me punë. Zekolli bën me dije se për hapjen e tunelit që duhet të bëhet nga ana e të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut, po kërkohet ndonjë grant i jashtëm që të mos rëndoj buxhetin e qeverive dhe që puna të kryhet më shpejt. Për vitin 2026 nga buxheti ndërmarrjes publike rrugës shtetërore janë siguruar 2 milion euro për projektimin kryesor, edhe tani shumë shpejt duhet të hapet tenderi për projektim. Kur pritet që të shohmi bagerat duke punuar në malin shah? Më vjen keq që duhet ta them këtë, por patjetër duhet ta kalojmë pjesën e projektit kryesor. Pa projekt neve nuk mund të dimë sakt sa do të kushton, sa do të zgjatin punimet, si do të realizohet e gjithë kjo. Ajo që na lidh me Kosovën është një tunel i përbashkët. Për këtë edhe me kryeministrin Kurti kemi biseduar se si të gjejmë një grant të përbashkët që të mund të realizohet, por neve njëherë na intereson kjo pjesa jon që të fillojmë, por patjetër njëherë duhet të bëhet projekti kryesor. Por para se qeveria të filloj, kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasamit ditë më parë njoftoi se ka ndarë 18 milion denar për fillimin e rrugës Tetov-Prizren, gjithsesi hapjen e një tranziti nga hyrja në fshatin Shipkovicë deri në përfundim të fshatit në drejtim të rrugës për në Brodec. Për projektimin, buxheti është thash ndërmarrja publike e rrugës shtetërore. Kjo që ka thënë komuna është për tu përshëndetur dhe tregon se ata kanë gatishmëri dhe seriozitet që të shkojnë kësaj pune deri në fund. Padyshim që edhe në Ministrinë e Transportit ne kemi program ku mbështesim rrugët e tilla, jo përveç thirrjeve që i kemi nga kredia hungareze, kemi edhe buxhet të ministrisë dhe padyshim që një prej projekteve kryesore që është në interes tonin është edhe rruga Tetov-Prizren dhe neve do ta kalojmë këtë në qeveri dhe kjo do të bëhet pjesë e fillimit të punimeve të kësaj rruge, se do t'i ndihmojmë komunës që të realizohet. Rruga Tetov-Prizren është një projekt që është duke u premtuar gati më shumë se 20 vite. Shpesh herë është thënë se janë duke u bërë projektimet, por deri tani nuk ka asgjë konkrete në teren. Në janar të vitit 2024, mes Ministrisë së Transportit të Kosovës dhe të Maqedonisë, është nënshkruar një marrëveshje për bashkëfinancim të projektit për tunelin i cili duhet të jetë 6.4 kilometra i gjatë.